Në kohën e iftarit, Rahoveci gërshetohet mes ndjenjave të gëzimit e qetësisë. Qyteti merr një atmosferë shpirtërore dhe familjare. Me afrimin e perëndimit të diellit, rrugët fillojnë të qetësohen, ndërsa njerëzit nxitojnë për në shtëpitë e tyre ose xhamit për të pritur qastin e iftarit. Atmosfera është e mbushur me solidaritet dhe bekim, duke reflektuar shpirtin e muajit të Ramazanit. E një pjesë e qytetarëve në pjesën qendrore nxitojnë për sigurimin e pitajkave të Ramazanit. Aty shihen grupe miq dhe familjarësh duke pritur e shijuar këto qaste të bekuara. Jemi të prit pitajkat të Ramazanit për iftar, si çdo ditë zakonisht për Ramazan, ne vim para iftarit presim pitajka nxehta të Ramazanit edhe për të kemi iftaret. Pitajka nxehta të Ramazanit, a bën veç këtë muaj këto e kanë këtë emër apo bën edhe para Ramazanit? Jo, e kanë vetëm për këtë muaj. Për këtë muaj kanë pitajkat e Ramazanit, kanë karakteristika e Ramazanit janë edhe këto pitajkat. Sa kohë zakonisht dilni përpara për mi marrë këto pitajka? Zakonisht dalim gjysore përpara, presim rend edhe marrim pitajka nxehta për iftar. Prisni rend. Pse prisni rend? A ka shumë të interesuar, shumë nevojli për këtë? Është si traditë që të pritet rend, se ka një kënaqësi të vetë dhe pritja e rendit vetë ka kënaqësinë për këtë muaj që është një prej simbolikave e këtij muaji të Ramazan. I merrni këto pitajkat pastaj i dërgoni në shtëpi. Në shtëpi, po, për bërë iftar me familje, me tafër, me miq, me familjar, me këta. Ata vinë kohë më herët për të zënë radhët për tek furra e qytetit. Më pas vazhdojnë në shtëpi, aty ku vihet në pah ngrohtësia familjare. Samita Irhaka thot se mikpritja ka qenë për herë cilësi e qytetarëve, e gjatë Ramazanit kjo bëhet disi më e domosdoshme. Zonja Behare tregon se sa me përkushtim përgatit iftarin për familjen. Tryeza zakonisht përmban një larushi ushqimesh mes tradicionales e modernes, por e veçanta e saj, që mbase nuk mund ta gjejmë diku tjetër, është çorba apo supa e Rahovecit. Zakonisht ka tradicionalja jonë është çorba që e bëjmë. Ajo është pak më karakteristike. Këto tjerat kena gjella të ndryshme. Zakonshme, po. I ka emrin çorba e Rahovecit. Po, çorba e Rahovecit. Kjo zihet me lang pules, me oriz edhe kos. Bëhet. Dhe konsumohet si para gjell? Po, si para gjell. E qesim disa sopa të mishit, të pules, dhe ndyrën për me. E pasi lagen venat e shuhet etja, vazhdohet me ëmbëlsirat e lloj-llojshme. Nën këtë ambient, zonja Hatigje, si më e vjetra në këtë shtëpi, e vlerëson këtë harmoni që po e përjetojnë, nga se dikur këtë e bënin me shumë vështirësi. Ajo agjërimin e bën prej moshës 10 vjeçare. Unë 75 i kom, ja 68 nështë, 5-6 vjetë i kom pas kur kom njës me inu. Prej 6-10 kja gjëru? Po, vëlla, asë një ditë kur se kom prish. Se kemi pas babgjyshin na jemi shumë vetarë jemi konë. Shumë jemi konë të forte. Kemi inu, kemi me falë, zgudzojshim në për gjami i burët, shkojshin në për katunde, shkojshin qështu. A ka ma shumë, pas ke kalu shumë Ramazana, prej para luftës edhe mas, ta që tutje vonë. A ka qysh ndryshimi? Luftës shumë ndryshimi shlirë, shka pëdush, qish pëdush, me inu, me shku në gjami që edhe gratë, edhe thmit për mësojnë, edhe kretë. Agjërimi nuk ka qenë i lodhshëm për të as dikur e as tash. Përkundrazi, biletë u sugjeron edhe të rinjve e të rejave, një lloj siç po e bën edhe Mbesa Rezarta. Ajo ndjehet jashtëzakonisht e lumtur që agjërimin e shijojnë bashkë me kolegët e klasës ku mëson. Agjërimi për mua është një ndjenjë shumë e mirë, më jep një lehtësim gjatë ditëve të Ramazanit, edhe jam shumë e fatë që po muj me përjetu këtë muaj të shenjtë Ramazanit. A të ka thonë dikur që mos agjëro se i akoma e re edhe mos po të mundohen a diçka? Kur jam konë me e vogël normal po, ama tashmë jo. A është e lodhshme për ty agjërimi? Jo, është një lehtësim shumë i madh dhe po kënaqem duke agjëru, duke bë ibadet, duke lexu Kur'an. Me çfarë aktivitetesh merresh gjatë Ramazanit, me që i përmende disa prej tyre? Gjatë Ramazanit kryesisht merrem me leximin e Kuranit edhe normal faljen e namazit. Shkoj në teravi.
Ose përket shokëve, miqve të klasës, shoqeve, çu qëndron gjendja? Agjerojnë? Ka prej shoqeve që agjerojnë? Po unë jam me fat që kam një klasë që krejt klasa jemi duke agjeru bashk edhe kalojmë kohën shumë mirë bashk me njëri tjetrin. E nga zëllyes tregohet edhe Anuari, ani pse i ri në mosh, ai e pret me padurim Ramazanin, e veçanërisht kohën e namazit të teravive. Kur vjen kohë e teravijes, Pse të pëlqen teravia? se shkoj me shokët mu fal bashk. Edhe çu kalon aty? Shumë mirë. Një veçanti tjetër në kohën e iftarit në Rahovec janë edhe iftaret e përbashkëta. Aty tash e disa vite qytetarët bëjnë organizim madhështor, ku numri i pjesëmarrësve arrin në mijëra. Kjo pamje spektakolare të jep përshtypjen se gjithë kjo ka ndodhur diku jashtë Kosovës, e këtë din ta bëjnë vetëm qytetarët e Rahovecit.